Kryeministri Edi Rama në takimin e zhvilluar me shqiptarët në Athinë foli dhe për marrëveshjen me pensionet. Kryeministri u shpreh se me pasaportën shqiptare të Bashkimit Evropian zgjidhet edhe ngërçi, ndërsa shtoi se emigrantët shqiptar duhet të votojnë më 11 maj numrin 5. Për arsye se nëse i jep fëmijëve të vet pasaportën, i ka dhënë mundësinë që të studiojnë këtu apo ku do qoftë, jo si student huaj, por si student evropian. Dhe ndryshimi është që sot, kur shqiptarët shkojnë studiojnë jashtë, ose kur fëmijët tuaj që janë fëmijë shqiptarësh që nuk kanë pasaportën greke, studiojnë këtu, janë të huaj. Futen me kuota dhe paguajnë tarifa më të larta se sa tarifat e studentëve të këtushëm ose atje. Me atë pasaport nuk ka më asnjë dallim. Të gjithë janë të barabartë, janë studentë evropian. Tjetra vjen njeriu zbret në aeroport këtu në Athinë edhe i thonë dil pak tej, hapo ndej, futu atje. Dhe kudo ku shkojmë, na thonë dilni pak tej, futuni atje, edhe futemi në radhë. Akoma sot, megjithëse se kemi pasaportën shqiptare që lëvizim lirisht, ne nuk bëjmë dot pa një polic nga mbrapa. Na del polici, ku po shkon, kush të ka ftuar, ke rezervuar hotel, sa lek ke me vete, sa do rish, kur do ikësh? Keni parë ju të shkosh diku nder dhe të thot tjetri kur do ikësh, vetëm ne shqiptarëve na ndodh kur hym në Bashkimin Evropian. Me atë pasaport, ne thjesht do të regojmë Shqiponjën edhe do kalojmë bashkë me Europianët e tjerë dhe jo vetëm do kalojmë bashkë me Europianët e tjerë. Por do mund të qëndrojmë ku të duam. Taulandi ju tha se ne do të mbyllim marrëveshjen për pensionet. Kjo është ajo që ne duam, pa diskutim. Por ka dy rrugë sot, nuk ka vetëm një. Deri dje kishte vetëm një rrugë, që të negociojmë me qeverinë greke, me të cilën kemi marrëdhënie shumë të mira sot, dhe të bëjmë ato që bëmë italianët, që na morën frymën me vite të tëra, sepse janë dy marrëveshjet më të vështira se bëhet fjalë për shumë njerëz. Po ka dhe një rrugë tjetër, që të gjithë shqiptarët e Greqisë të votojnë aty te numri 5 dhe ne njojën tuaj të pensioneve të mos e marrim përmes marrëveshjes me qeverinë greke, por ta marrim përmes antarësisë në Bashkimin Evropian. Sepse në momentin që ne bëhemi antar të Bashkimit Evropian, pasaporta kuqezi që ju do të keni të gjithë në dorë, do të jetë mjaftueshme dhe do të jetë njësoj e barabartë me pasaportën greke, që nuk do ju duhet më fare. Kini parasysh, pasaporta greke mund t'ju duhet vetëm në qoftë se ndonjëri ose ndonjëra do kenë ambicje të bëhen deputet në parlamentin grek. Ndërkohë që, pse jo, ndërkohë që keni parasysh me pasaportën shqiptare të BE-s, shqiptarët me atë pasaport mund të kandidojnë për kryetar bashkish, mund të kandidojnë për këshilltar bashkiak në Greqi dhe në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Sepse europianët me pasaportën e BE-s, kudo ku rrinë, janë në shtëpinë e tyre. Nuk kanë vetëm të drejtë të zgjedhin parlamentin, që i takon ta zgjedhin ata që janë me pasaportën e atij vendi, po për çdo gjë tjetër janë në shtëpinë e tyre. Prandaj me atë pasaport dhe prandaj me 11 majin Shqipëria hyn
në një proces që në pak vite bëhet e madhe sa BE-ja, dhe BE-ja bëhet e vogël sa Shqipëria. Dhe të shkosh nga Shqipëria në Greqi, në Portugali apo në Suedi, shkon me të njëjtën lehtësi përveç distancës, si të shkon nga Korça në Shkodër apo në Durrës, dhe nuk ka as dogana, as kontrole, as të thot njeri ku po shkon, as të thot njeri sa do rrish, as të thot njeri kur do kthehesh, sepse e vendos ti. Tani, a mundet dot të diskutohet pesha e kësaj mundësie, pesha e kësaj zgjedhje? A mund diskutohet kjo kryefjalë, që është një kryefjalë kuqezi e zgjedhjeve të 11 majit, për faktin se disa janë majtas, disa janë djathtas, se disa janë me PS-n, po disa tjerë nuk e duan PS-n, po disa të tjerë, etj. A mund diskutohen këto? Unë mendoj që këto nuk mund të diskutohen përpara kësaj. Është e pamundur. Do t'ishte një gabim i madh historik, ndërkohë që historia ka qëndruar para nesh me trenin e saj, dhe 11 maj është një ftesë për t'u bashkuar të gjithë në trenin e historisë. Nga ana tjetër, ju e dini shumë mirë që Shqipëria sot po ndryshon edhe në një aspekt. Dhe këtë dua t'ja u them sepse është shumë e rëndësishme për mua dhe për ne. Po ndryshon në aspektin e barazisë para ligjit. Për herë të parë që nga koha kur Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë, njerëz të lidhur